Dhe nga kuzhina njëri, sot ka vendosur përgatit turshi rock I themi ne, ka unë duka gjinë me speca pra somburka të boshqës natyrisht. Krejt që ka na nevojitën janë, mas pare e morem një, buret 25 litrave e kemi pastru, mandej speca somburka, nuk I komot mosën, sepse dhe sa të mbushet, pra burja 25 litrave e qesim specat somburka, cilat I kemi pastru me parë mirë me uj, edhe ja u bujna nga një vik shtu, pra, ose I shpojna në 2-3 vena me rëmujës e dhëmve, ne vi që shtu ja bujna, dhe s'kem nevoj me shpu mo heq. Në unë tjetër na nevojitën gjys litre me ufull, pra 9%, edhe 350 gram me krip të trash. E morim pra tash të thikën, ja bujna që shtu ka një vi, edhe bismillah, fillojna me përgatitjen I qesim pra për ndryshe I hedhim specat somburka në burën e 25 litrave. Kosova ka lezet e shef një gjelbrim me të knoq shpirti aty ku jemi lind e rrite ku zemra të bën lumë edhe ki atë ndjenjen te për të mirë. Për juve që jeni këthy të ashte edhe në kthejna kësmet, por e keni pas pushimet ma heret, kur jeni pa ardhjo ma heret edhe një lak ma isha, kështu që edhe në vi prap, inshallah një shku mirë, e veni prap e gjeni mirë. E mbushim burën pra krejt me speca somburka duke ja bo ka një vrim kështu. Tash e kemi mbush pra burën e 25 litrave e shefni pra me speca somburka. Në unën tjetër e merrni një llavar ose legend që thuni ju edhe mbush një krejt me ujë të ftoft. Morrim kripën pra edhe e qesim krip të rosh. Mandej shtojna gjys litre me ufull 9%. Edhe përzina mirë, ujën me kripën dhe I sa të tretet. Kripa edhe nëse mbet pa ujë brenda burja, prap I shtojna kërësuja me është kripa. Gjys litre me ufull edhe përzina kripën. Tashte ja shprovim ujën, base është trejt edhe kripa edhe mbushim pra krejt burën. Nuk e komot mosën e specave, për atë arsye se kom thonë, është burja 25 litrave, edhe këtu specat nuk ulen shembull, sikur se specat e përdime. Kështu që nuk palohen dhe ndryshe, kështu që si me pamot gati për pak edhe një grim e mbushim. Oj, desat e mbullohen pra krejt specat. A mor parasysh, sa e keni burën shembull, e keni edhe ma të madhe, veç e mbushni me speca, për ndryshe mosën e kripës, ja dyfishani, nëse e keni shembull tash 40 litrave ose 50 litrave, e dyfishani mosën e kripës. Specat s'keni nevojë me mot pra mosën ose sasinë specave, sepse këtu nuk palohen, as nuk ulen pra për ndryshe, rrinë kështu të forta, deri në pranverë ju garantoj, nëse e lëni një vend ftoft, ose mas shpije, se që shilojna gjithmonë në Kosovë, mas shpije në rije, ose në garazh ose podrum që keni ftoft, e shef një vetë pra deri në pranverë si kurse ftojt ju jesin edhe ngjyra shumë e mirë, pra specat janë të pjekura shumë mirë, dora parë, sidomos që shtojnë gjithmonë në Kosovë, dora parë që të kënaqin. Nëse I provoni, është një turshi shumë e shpejt përgatitje, shumë e lehtë, edhe tepër të mira për stinën e limrit. Vetëm ja qesim pra edhe pak ujë që të mbullohen të gjitha specat, mandej ja qesim kapakun e brendshëm burës edhe kapakun e jashtëm edhe lojna pra në vend të ftoft. Kjo ishte receta që desha ta ndaj me juve. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia. Faleminderit për krahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri, që them, miru pofshim.